Se Zubair ibn al-Awwam ngjali vet Abdullahu e ka vetë ka thonën o bab, pse nuk po transmeton hadithe sikur po transmeton filoni e filoni e filoni. I ka numëru disa emrat sahabive që po përcjellin hadithe shumë. Thot Zubair ibn al-Awwam radiallahu ta'ala anhu, thot e kam shoqëru pejgamberin alayhi salatu wasalam prej atëherë kur e kam pranu islamin. Kur s'jam nda prej ti. Kur nuk jam nda prej ti radiallahu ta'ala. Mirë po, thot kam frikë se mos po gaboj edhe po them diçka që pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam se ka thonë. Kjo është ajo e cila më pengon edhe nuk guxoj me transmetu shumë hadithe për pejgamberit alayhi salatu wasallam, se kam dëgju pejgamberin duke thonë men kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kush thot diçka që nuk e kam thonë, letja përgatit vetës së tij një karrik prej karrigave të xhenem. Ajo që më intereson se thot e kam shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej se kur e kam pranuar islamin. Edhe kur s'jam larguar, por kjo më pengon prej haditheve të tij.